Me kë vazhdon ti mirëmbani kontaktet nga deputetët me cilët një kohë ka qëndruar aty natyrisht në sallë. Për vija politike, jo, po kështu si miq kam shumë personalitete, nuk I përmend dot. Po ma tepër kjo intervistë e kontekstit s'po them veror, natyrisht që është intervistë politike, por nuk për të dhënë dimension edhe tjetër pak njerëzor. Jo, kam shumë miq nga të gjitha partitë, natyrisht më shumë në PDK, në AK, pa përjashtu të tjerat, nuk I përmend dot me emrat përveç, se mund të harroj në një, kemi raporte miqësore, por jo politike. Çka ka ndryshuar, po them, politika të ju personalisht? Çka të ka, cilin dimension ta ka plotësu politika që se ke pas? Ose që ta ka dëmtu edhe dimension, ndoshta? Po, ma ka dëmtu pjesën e idealizmit, sepse unë, si që kam besu të gjithve, kam mendu që tjetë do të ma japin besimin në njëtën dozë. Dhe kam po që në politikë e mësën këto që të jetë besimin pa tjetëri të jetë thikën. Kështu që ta shem shumë ma rezervum, keqardhje për naivitetin tim që në këtë moshë kam arrit në kuptu këto, po kjo është avantazhi më I madh që kam arrit në politikë. Do thotë nuk është që I besoj gjithkujt me dy durë në zjarr. Ku do të lëviz nëpër Kosovë, Prishtinë, në universitet, cila është gjëja që të pengon më shumë? Që të shkakton neveri, mbas edhe të lekun të trishton? Ambienti degraduar, tani sa erdha me taksi të ju, prej një televizioni tjetër që po ata intervistë të ju, me taksistin bisedonim, a kupton? Erdha nga Fush Kosova këtu në Dragutan, do të thotë e sheh ujdhesën, si thonë asaj që është në mes të dy kolonave që shkojnë në makinë, to ujdhesa që më thonë asaj. Më thonë aty kur nuk ka gjelbrim, aty kur nuk ka lule, aty ka borllog, ana shtetare tonë janë të mbushura me borllog. Vjen një turist I huaj, vjen një vizitor I huaj, vjen një diplomat, zbret në Slatinë, sheh aeroportin, okay, si del në autostradë, sheh godinat larta, bugra, po shëmtia. Menaxhimi I publik tani është të merrë vërtet. Në lagjin ku unë jetoj, për shembull, në Prishtinë ka me mujt ton që nuk e merr mbeturinat as kompania pastrimi, as komuna. Ata vazhdojnë me u kacafyt njëri me tjetrin për parim rama, thot kompaninë pastrimi e menaxhojnë këta Turani Smalit të PDK-s, ata thojnë komuna e ka fajet se s'ka drejt me ligj me privat me koalicion. Po e tash janë koalicion, ndërsa ne si qytetar aty në atë lagje, edhe plot lagje Prishtinë po dëgjoj, me mujt tonë në mënyrë më primitive, me kolica I thojmë I thoshin përpara, e hekim mbeturinat e çojmë 300 metra larg. Pra në shekullin 21 e pa që si menaxhimi prej Kreut atje te Albin Kurti, I cili del brutalisht I mashtron njerëz me disa vitra, edhe deri te niveli lokal këtu në Prishtinë me po që ambient të degraduar është koxhamare. Pra, më pengon se ne jemi të prim, si thoshte, më shumë të operojmë nga kjo paradigma individuale. Deri te kapigjiku I derisa ke po e fshijmë, e vizllojmë, e pastrojmë shumë dhe pastaj nga kapigjiku ku është pron publike, ne ato nuk e konsiderojmë tonë. Dhe që ky është dallimi jonë me perëndimin. Pra, atje paradigma kolektive funksionon. Prandaj është bukur edhe parku, edhe rruga, edhe gjelbrimi, edhe krejt. Sepse në fundit ata më shumë rrin jashtë duke punu të ditën se sa duke pi çaje, duke nejtë, duke shit kopalla sikur ne atë shtëpia. Cili është funksioni prandaj nëse I referohesh ambientit që të trishton, të shkon, të lekon, të trazon në mënyrë që është mensia. Se si ne kolektivisht nuk mendojmë ndoshta më shumë për te jo borxhi I shtëpisë për shtetin se sa për borxhin e shtëpisë. Cili do duhet jetë funksioni real I sistemit edukativ në Kosovë? Cila është gjendja e tij? A do duhet ai të jetë kontributor një mjedisi që prodhon mendësi shtetërore të kujdesit për komunitetin? Po është e vërtet, po për shembull në nivelin Ju punoni në universitet, ligjëtani në universitet. Po, në nivelin e sistemit arsimor, ku një është universitar, kështu që ne aty flasim për specializime të fusha të caktuara, ndërsa ata që do të ndërtohen me një mendësi të tillë për shtetin, siç e potencuat ju, do të vinë të tillë të marruma,
të ndërtuar prej fillorës e pit mesmes. Gjë që fatkeqësisht nuk ndodh. Po nuk është vetëm kjo çështja e sistemit arsimor, natyrisht që kalon gjurmë këtë trajektura historike, domethënë qindra vjeçare që non stop të okupum nga simptomat e një pushtimit të gjatë. Po simptomat e pushtimit të gjata, po kjo nuk është justifikim tash tutje. Sepse tash kemi gati sa vite 18 vite Kosova bë shtet. Mas pavarësisë, mas lirimit i kemi gati 30 dekada, thash bërlogu, ato idhesat, plot bërlog, syt me të vra, andon bërlog këtë natë, ku jemi na shqiptar, po shumë që ka bërlogim. A kupton, del me një pumpë të benzinës në Maqedoni, fali që po them, ose në Malzi. Është infrastruktura të mërshme e kohës së shokut Tito, mirë po është pastër, me detergjente. Hyn këtu në një të tillë tonën që mund të jetë investim milionsh, mirë po të tërbën era. Në institucione publike e sheh një ministri të ndërtuar, të vizluar kështu me mermera, me këto fjalën e fundit teknikës, të tërbën era e banjëve. Tjetër gjë, çka të pengon të kësaj lëviz në për vende ndryshme, ka strati kur ndëgjon njerëz mbase duke folur për shëndetësinë. Po, atë çka pengon? Për një sistem të skemave pensionale që nuk përmbush as parafërsisht nevojat sot për të jetuar një pensionist. Më pengon jashtë këtij dimensioni që ka tema sociale ekonomike që potencohen. Më pengon ky lloj mentaliteti me cilën sillem, natyrisht jam pjesë e tjetër, jam me gabime, por nuk mund të toleroj më dot. Nuk mund të toleroj më dot që një qytetar i diasporës me votën e tij me ardhmë me imponu mu këtu në Kosovë, se si ka më qeverisë ky vend, kush ka më qenë kryeministi, kush ka më qenë kryetari i komunës time. Dhe unë nuk i kisha lënë me votu këta kurrë në atë mënyrë. Po me pas drejt votës, jam të potencuar në çdo emision, po ma keq përdorin, po me prejnë këta vetë vendosja nëpër Facebook apo se kam gale fort. Po me pas drejt votës, po me modele. Kemi me modelin e Maqedonisë, e kanë pas, tash e kanë hekë duket, që ka pas ulse të rezervuar për diasporën, një ulse për Australi, një ulse për SBA, një ulse për diasporën në Evropë. Pastaj ata deputeti përfaqësojnë në mënyrë të drejtë për drejt interesat e diasporës, ose modeli kroat ka qenë i tillë, ose në Mbretërinë e Bashkuar, varësisht se ku i ke disa modele ku thotë se ti dush me provu që je rezident, që je banor këtu që 5 vitet e fundit për me votu, ose që je taksa pagues. Po jo taksa pagues, sikur ai diasporës tonë që e ka ndërtu këtu në shtëpi, thotë po unë po paguaj atje rrymë në këto. Jo, ti po i pagon shërbimet, tatimin pro me këto. Po ti dush për me pas drejt vote, thjesht dush me pagu tatim në të ardhra personale siguron e ti. Pra për rrogës me na hek ato pare me shku në ATK të Kosovës, jo në ATK të Gjermanisë, e Zvicrës, e ato pare të tona, të mjetë të tuat, pastaj përshfryzohen për ndërtimin e këtij shteti, infrastruktura, autostradë tjera. Pra, përderi sa se përjetojnë Kosovën më shumë se sa ne që të. Po nuk mund ta përjetoj sepse ai vjen vetëm për 3 ditë këtu për vota dhe pastaj neve na lën në baltë në Llëç që thot populli me këtë lloj qeverisje. Përderisa ai që jeton në Stuttgart, tazë, nuk efektohet, nuk ndikohet në mënyrë të drejtë për drejtë nga politik bërja, nga qeverisja e Kosovës, dhe tazëm edhe i komunës së Prishtinës apo në cilën komunë për nga da ai vjen, ai nuk do të me votu në këtë mënyrë, sikur ne. Ai do të me votu për përfaqësuesin e vet në parlament, 3 përfaqësues, le të fiton 8-3, le të fiton vetëvendosja, 2-ja, një tjetra, s'ka lidhje pa ata mirë me përfaqësimin e diasporës. Por përderisa ti nuk ndikohesh, a tingëllon pak rënd kjo? Jo, nuk ndikon. Si logjik përjashtimi? Po jo përjashtimi, jo ti me pas përfaqësuesin në parlament, 3, 4, 5 ulse le të bojnë. Amo ata janë vetëm deputet të diasporës që i zgjedh diaspora në mënyrë të drejtë për drejtë. Ata për interesat diasporës me morë. Këtu e qeverisin vendin dhe këtu ndikojnë ne që përballim me çdo ditë red me sfidat sociale, ekonomike, arsimore, shëndetësore për sa diskutuam. Këtu ne vendosim. Prandaj edhe ishte një protest qytetare kjo abstinenca, po edhe ikja 100.000 votuesve edhe nga Albini, edhe 50.000 nga opozita. Sepse ju treguan që ne këtu jemi të pakënaqur me këtë qeverisje. E tash, pse po votojnë shumica atje e diasporës për Albinin? A ki shpjegim? Po. E kam thënë dhe dua ta përsëris, ata prap kanë me prejvesh këtë pjesën për Jugosllavinë, e le të qesin, le të bëjnë çka duan. Unë mendoj, edhe kam thënë, jam duke përsërit këto ditë në çdo paraqitje publike. Janë 3 frustrime me të cilat ushqehet një pjesë e diasporës, jo këtë diaspora. Vetëm pjesa e diasporës që po voton masivisht për Albin Kurtin. Frustrimi i parë i tyre është
te një pjesëz e vogël e tyre që i takojnë ish proletariatit jugoslav që ka ndonjë të 90. Dhe te Albini shohin i rikthim dhe taj koncept, sepse Albinin e shohin të asaj periudhe, kjo është një komunist ku ose real socializmit jugoslav dhe ju bën sigurik, Pjesa tjetër është një pjesë nga shkumas të dëshpëruar dhe kanë xhelozi primitive që nga kushëritë e tyre e të tjerë që këtu i kanë bë punë pak më mirë. Këtë nuk janë hajna, kanë punu me minimarket, njerëzia kanë bë parë këtu. Dhe e treta është këta që votojnë për Albinin, po them, jo ata tjerë, kompleksi i mos pjesëmarrjes në luftë. Këtë që të tri frustrime të votues të diasporës që votojnë Albin Kurtin, Albin Kurti i ka paketuar në një paketë politike hakmarrje. Në ne, votoni për mu kundër atyne që ju prishën randin Jugoslav, asoj pjesës të 90-shit, që janë jashtë. 2. Votoni për mu kundër atyne që i kanë vë punë më mirë se ju, sepse këta nget hajna. Çlironi nga kompleksi mos pjesëmarrjes në luftë, sepse bashkë me mu do t'i shpallim të gjithë komandantët hajna, pa përjashtim. Dhe kjo është menaxhim me emocione. Dhe ky e ka rrit tash numrin e atyre votuesve që ushqehen me këto tri frustrime, prandaj nga 15.000 sa kanë qenë të regjistruar në 2017 me votu në Kosovë, sot i ke 104.000 të regjistruar. Dhe ata po bëjnë diferencën, ata po rrisin Albinin. Sepse ata nuk ballavaçohen çdo ditë me krizat që unë e ti edhe qytetarët ballavaçohen, arsimore, shëndetësore, sociale, politike, ekonomike e tjera. Ata vijnë 3 ditë edhe për inati me urrëtie të shtynë 3 frustrime që i kanë, veç Albin Babës. Nuk është që shohin ata kur farë përparimi këtu. A thaj kur beqari që WC nuk i ka, toaleta nuk i ka marru në hyrja, të presin ka 10 orë mërdare. Po kjo rretja e madhe, primitive që ekziston, atë ta e ka nevojë kjo rretja, ka shpjegim sociologjik. I thash që to 3 shpjegime mendoj që janë sociologjike, prandaj unë mendoj që nuk është në rregull që ai që jeton në Stuttgart me orë ma imponu neve këtu se kush ka me qeverisë. A do të votoje ti po të ishe duke jetuar jashtë Kosovës? Po të ishe duke jetuar jashtë Kosovës? Po do të votoja po që shumë pak po shoh profesora, shumë pak po shoh inxhinier, arkitekt e artista që po vinë me jetu për diasporës. Sa po shihet se kush po janë me votu për Albin Kurtin. Kush? Po shihet niveli i tyre, hyn tash në cili nivel? Ja, ta tregoj tash mas emisionit hyn në komentet në Facebookun e emisionit tuaj dhe shihet atje. Ti nuk gjen një që thotë, zoti Gastrati, nuk pajtohem me mënyrën se si ju po diskutoni për gazin amerikan. Nuk pajtohem me argumentet që ne do të votojmë me këtë model ose me atë model. Çfarë more? Këtë shamje. Je me Serbinë, me Radojčićin. Je me Serbinë, me Radojčićin, nonën, motrat këto brutal. Të më thoni nivel i ndyrë, i flitësirat poshtra. A unë ta. Edhe që kam pëngon, kret me gjillogari Facebookut falsë. Të më thoni, janë moshkuj të dopt. Janë pa karakter. Këtë regnë për që s'kanë personalitet. Se e këmë vrejt, shumica dërmuse që shojnë e finë kështu, që punojnë në për Banhofa atje, i kanë këto gjillogarit e Facebookut falsë. Nuk ke gjenë një që ko Facebookun original me dalën me të shaqë ashtu në ftyrë. Sepse s'gudzojnë. Sepse apo gjyqin me Beratin e plot gjyqe të tjerë kundër Abdullah Hoxhut e tjera. A ke po që shkërkojnë falje pastaj e qesin kryt nërgjoj. Ja që këtë nivel kryesisht e ka marrë Albini për diasporës, këti niveli unë me konë si opozita kisha insistuar që çdo negociat për institucionet të ashme, ligji me ndryshu, këta mos me votu mos si kurun edhe ti edhe qytetarët të Kosovës se nuk jetojnë këtu, por mjau rezervu 3, 4, 5 ulse sa do le të kenë, po ata deputet me qenë vetëm për diasporë. Dhe jo me orë këtu, se përveç atyre që kanë regjistru 104.000 kësaj radhe nga diaspora me votu, edhe 300.000 ishin hyrje me 28 dhjetor kur erdhën. Për çka po qeverisim ne këtu? Nëse për ata në Stuttgart, apo për me jetu jetën këtu 24 orë. Votojnë për një kryeministër diasporë dhe një kryeministër të Kosovës. Jo, veç deputet për diasporë. 3-4 ullë se deputet, kryeministër. Për 2 parlamente, një për diasporë, figurativisht një për Kosovën. Ti kenë përfaqësuesit e vetë, dhe përfaqësuesi vetë le të shkon në Stuttgart, thotë çka keni nevojë. Se sot kam me adresu, ju si diasporë, çka keni nevojë, leni mos më merrni me shore, kush e nevojë me na shoneve. Heke më fund ja me shame fy, ha? O bastard. Qele Facebookun original, me emën mbi emën, kazëm kush jetë, ta epi adresën e oborit tem ku jetoj, hajde në gozovsh, hajde në gozovsh. Po këta janë të përshtirë, këta janë flitësira, këta janë të ndytë, këta janë pa karakter, pa personalitet, a kuptan? Këta që shojnë me ato farë Facebookat falsë, këta janë idiot atë llojit vetë, dhe nuk du idioti ma imponu mu qeverisin Kosovë me votën e vetë, a kuptan?
Nuk du, edhe nuk A lejoj. ka ndonjë situatë që Për shemb, po, për shembull, çfarë që kjo. Shembull konkret. Kur ai shon e fyn prej Stuttgartit dhe vjen këtu edhe imponon me votë. Kthehet në Stuttgart me 3 ditë. I ka me sigurime shëndetësore, me nxemje, me fëmijë të siguruar, me kret. Ne vazhdojmë me ballavaçu këtu me krizat. A kupton? Se po na e lën me qeverisë budallt, si çift me si drasat kendefit si Armend Muja dhe me Dimal Bashën me hajvana. A kupton? E me çiftin e Gërvallës. Atëra atje kur shkon në sa e sëmurët, se po përmendi këtë shembull dhe ka me përsërit ton kohën, ai a thirr doktorin që kos më shku me shëru atje, a thirr doktorin në Stuttgartit. Nëse ati i kollë shtëpia zot runa, a i thirr zjarr fiksat e Prishtinës më shku, mja fik zjarrin në Stuttgart, a zjarr fiksat e Stuttgartit e Frankfurtit. Prandaj është shumë e thjeshtë. Ti voton aty ku jep kontribut. Pro, për dëshmëria jote, ti atje nga rroga, nuk t'jeket më të ardhë nga rroga tatimi në atë këtë Kosovës, po shkon në atë këtë Gjermanisë. Nuk ke qytetari këtu, po dështësia. Tjetra. Çfarë është reperkusioni tjetër? Se kjo më pengon, mentaliteti që e diskutu më herët, dhe po ka ndikim negativ në zhvillimin e lojës politike, skenës politike në Kosovë, po tash kjo ka me pas reperkusione hala dhe ma negative me miratimin e ligjit për nënshtetësinë. Sepse po ta ridizajnojmë ne këtë punën e votës së diasporës, ne do doja aty, që me thonë, qëre tash diaspora e ka 3 ulse në kuvend Kosovës. Për ai që don me votu, a kupton? Të veç për diasporën nga atje. Ndërsa këtu, në Kosovë, ti, për me votu, me pas drejt me votu, ti duhesh spakut me tregu që 5 vitet e fundit ke qenë rezident Kosovë, ke banur që 5 vite në Kosovë, si kurun e ti. Dhe këtë kriter nga rregulloria e unë mikut e ka hek Gjeral Sfesla me ekip, edhe tash mune me të regjistru ty 500.000, 600.000 sërb e ma shumë zot runa si banor të Kosovës, e pastaj kanë pas drejt me marr pensione, me na çfera dhe buxhetin neve, kanë pas drejt me rrit listën sërbëse me 20 deputet të nxom, e tani hajde funksionoj Parlamenti i Kosovës, ka me ta bloku me çdo vot, a kupton çka kanë bërë këta njerëz. Prandaj, nëse mendojmë për të ardhmen e fëmijëve tonë, e këtij vendi, duhet në kuadër të kësaj reforme me rishikuar legjin e shtetësisë dhe me rishikuar edhe puna e votës së diasporës. Sepse ky ligj i shtetësisë unë mendoj që veç është një nga komponentët kryesore të fillimit të implementimit të autonomisë territoriale politike të Albin Kurtit për serbët.